Kemi hadithin tjetër të Ebu Hurerës, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Men lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Kush nuk braktis dëshminë e rrejshme dhe gjithçka që lidhet me të, Allahu nuk ka nevojë që ky njeri të braktis ushqimin dhe pijen gjoja për hatër të Allahut xhelle xhelalu. Është përmendur hadith një nga gjunahet e mëdha dhe padrejtësitë e mëdha dhe derivatet e kësaj padrejtësie të madhe, që do të thotë mundohu të ruash të paktën, të ruash nga gjunahet e mëdha, nga mizorit, padrejtësitë e ndryshme dhe zullumet, edhe sa i përket, sepse ne jemi njerëz, ato gjunahet e vogla shpresojmë që Allahu xhelle xhelalu ne i fal mes adhurimeve që i kryjmë për hir të Zotit. Nëse bëjmë gjunahet mëdha, atëherë patjetër që agjërimi nuk është ai agjërimi i vërtet, sepse agjërimi duhet të jetë me gjithë qenien tonë, me mendjen tonë, me zemrën tonë, me fjalët tona, me veprimtarinë tonë, me aktivitetet tona, me gjithçka që ne ose me gjithçka që del prej nesh, me gjithçka që veprojmë. Për ndryshe, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith të frikshëm është i frikshëm, por ne e marrim, e mësojmë që të shpresojmë më shumë mëshirën Allahut xhelle xhelalu. Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Ndoshta një agjërues nuk përfiton nga agjërimi vetëm se etin dhe urin. Wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Ndoshta një person që fal namaz natë nuk merr prej këtij namazi vetëm se duke ndenjur zgjuar. Sepse ne ndoshta i marrim apo i largojmë të gjitha sevapet, falim namazin, fillojmë me përgojime. Agjërojmë gjithë ditën, merrim me thashëtheme. Ndoshta i hymë dhe në hak njëri tjetrit dhe bëjmë të njëjtat vepra që kemi bërë përpara Ramazanit. Atëherë se kemi kuptuar thelbin e vërtet të Ramazanit.